Nuk hekim dorë asnjëherë prej fshatit. Edhe që s'jem gjithëherë fizikisht, na këto kem punën, këto kem biznisin, këto kem gjitha i kemi këto. Para çlirimit 84 shtëpi kanë qenë mrinë që kanë qitë tim, që i thojmë na me të vjetrën. Shkaktari i migrimit ka qenë, shkaktari i migrimit në qytet ose jashtë shtetit ka qenë pikërisht lufta. Jo rrymën po e, interneti po e, ujt e kemi, domethënë vetëm rruga na mungon. Përshëndetje miqtë e gazetës Demos. Gjendemi këtu në fshatin Morin të komunës së Gjakovës, ku do të shkojmë që të takohemi me një ish banor, i cili do të na tregoj se si ka qenë fshati Morin e kaluaren dhe si është tashtë. Rrugët e pashtruara dhe shtëpitë e djegura gjatë luftës së fundit në Kosovë bën që banorët e këtij fshati të largohen nga ky fshat. Ju përshëndes, unë jam Aslan Demir prej fshatit Morin, komunës Gjakovës, jem ish banor i fshatit Morin, po jem prap banor i fshatit Morin. Me qenë se shpërngulja ka qenë në luftën e fundit, në fshatin tonë, prap ja kemi nisë me gjallënu fshatin, me kthy shifen punë, shifen senet, fshati ynë do të kthehet prap. Nuk hekim dorë asnjëherë prej fshatit, edhe që s'jem gjithëherë fizikisht, na këto kem punën, këto kem biznisin, këto kem gjitha i kemi këto. Para çlirimit 84 shtëpi kanë qenë mrinë që kanë qitë tim, që i thojmë na me të vjetrën. Shkaktari i migrimit ka qenë, shkaktari i migrimit në qytet ose jashtë shtetit ka qenë pikërisht lufta, se këto çdo shtëpi ka djeg në kohë të luftës, edhe atëherë mas çlirimit s'kan pas publiku kthehen, kështu si kanë ngel në qytet, disa kanë dalë jashtë shtetit, tash disa dekada janë bë mas çlirimit, njerëzit prap ja kanë nisë, ata që janë vullnet mirë, ata që janë punëtor, ata që ju kalon në salgjit madhe fshati, ja ka nisë prap më kthy, me punu tokën, pak e shumë. Kur gjo mos me bo, bile vinë, rrinë, pastrojnë, kultivojnë nej pemë, nej diçka qërtë. Shumë e du në atë kohë që kanë qenë disa vite tartë, a du në shumë atë kohë, për parën kemi jetu për parën me kujshit mirë, kemi jetu kështojnë e kena pas si produkt më të mirë në mo, që kena jetu prej sene, veç një gjë kena pas në konë Serbia, u konë këto, edhe në brezi kufitarë që jemi këto mësë, u konë situatë shumë e vështirë, sidomos vitet e 19, po thamë prej 19 te 96, u konë shumë situatë e vështirë, te sa një lufta që shme thonë, kështu si sot është ma ndryshë si në liri kuptohet, jemi në liri, sot është dallimi shumë i madh është atëherë me tash. Kemi në banor këto që janë fill mas çlirimit, ky kujshia ashtu, ky merret me lop, merret me punë bujqësisë, sikur përparën, ky ka ardhur fill mas çlirimit, kemi edhe shtëpi poshtë atje, kurse tash viteve të fundit gjithë kanë dëshirë për më kthye, pa asnjë problem. Unë e vije shumë shpesh se unë e kam parkën e Bledhëve, kam shifet aty, shifet atje puna që më ka bëj. Unë e vije shumë shpesh, do të thëtë gjysën e vitit e bëj kohë. Këti fshati vetëm rruga i mungon, rruga, shqo, kur është telefoni, kur është rruga, kur është ujtë, kur është rryma që kjo është infrastruktura, gjitha janë veç rrugën nuk e kemi. Kem apliku kem bo kërkes, po nuk, ministria nuk ka reagu me na ndimu për rrugë, kështu si qëto njërë vjetanake e kena qitë 8 shtëpi e kena qitë qëto, e kem punua na, kështu si shteti nuk na ka ndimu as pak. Në rrugë. Jo rrymën po e, interneti po e, ujt e kemi, dhe më thonë vetëm rruga na mungon. Jo, s'ka arsye, dhe që kanë migru, se nuk kanë pas ku mu kthy, jënë me dë në qytetet, dë jashtë qytetit, dë jashtë shtetit, qështu. Kjo ka qenë arsye.